ويغذر بأعمال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron muajin Ramazanit duke pasur iman dhe duke mendu për shpërblimin tek Allah azza wa jall, atij vetëm se i kanë falë gjunat e kaluara. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përqet një kusht. E kushti është imanan wa ihtisaban. Me agjeru agjerimin me iman, me agjeru agjerimin duke shpresu në shpërblimin e Allah azza wa jall. Nuk është agjerim e thonë po agjeroj këtë të agjeroj dhane. Jo, do të më pat agjerim me iman. Do të di që kjo agjerim është i obligueshëm nga ana e Allah. Dhe ju më thonë po agjeroj të agjeroj dhane, e njëjta sen do më thonë, duke mos mendu shpërblimin tek Allah azza wa jall. Jo, agjeron me iman, me besim, i ndalon sendet që Zoti ka ndalu. Allah po na ndalon edhe prej sendeve që janë të halalit, hajen, pijen, për ndalon. E qysh mos me ndalu na me imanin tonë sendet që janë prej mend vërtet prej haramit. Njëjtën gjë e llogaritmi vetën tonë që inshallah në këtë agjerim do e marrë shpërblimin tek Allah azza wa jall. E këta janë dy kushte që në hadith me Amerika cek, kush dëshiron ju fal mëkatet. Në qoftë se ki iman, ashtu që shtam në rëndësia agjerimit, mi përmbajt agjerimit, dhe shpresan që për këtë agjerim, shpërblimin tek Allah azza wa jall, ky e ka rrit faljen e mëkateve të kaluara. Hadithi tjetër ka, men qama Ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. Kush ngritet falet në Ramazan duke pas besim dhe duke menduar për shpëlimin tek Allah, atij ju falen gjunat. Këtu ka ardhur një shpjegim me kushte. Në qama Ramadane, nuk është domethënë më fal vetëm një herë në Ramazan dhe arrin shpërblimin tek Allah. Jo, do të më fal komplet taravih 80 ditë apo 29 ditë për me arrit domethënë shpërblimin apo për me arrit shpërblimin tek Allah azza wa jall për faljen e mëkateve. E njëjta gjë ulemat kanë thënë, ai cili do mi arrit me fal namazin e taravive janë dy kushte. Me iman, me besim, iman wa ihtisaba. Do të mungojë njeriu më vonë. Këto në Ramazan neve na ka bërë shërë Allahu azza wa jall. Pejgamberi ka falë, sahabët kanë falë, edhe na do të mi falë domethënë taravih. Mirë po, pas imanit vjen cila, vjen shpresa, cilën njeriu e ka dhe mendon që do e merr shpërblimin tek Allah azza wa jall. Atëherë kush i ka ata dy kushte, me lejen e Allahut azza wa jall arrin faljen tek Zoti për mëkatet e kaluara. Hadithi tjetër ka, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kush ngritet falet në namazin, domethënë në natën e kadrit, atij u shfal domethënë duke pas besim. Iman, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, atij u falen gjunat e kaluara. E njëjta gjë ulemat i kanë rëndit sendet. Men qama lejlet e kadrit, kush ngritet për natën e kadrit, nuk e ka për qëllim vetëm një natë. Ulemat kanë thonë këto dhejqi i fundit, kush ngritet dhejqin e fundit, me kërku natën e kadrit, ai vetë se ka rada më thonë në natën e kadrit. Mirë po, edhe që këtë qëndrim për lythin e natës kadrit, dan me iman, me pot besim, me pot afërsi, da më thonë rrëth diturijës, me ditë rrëth natës kadrit, vlerat, e shumë me ra. Pas e njëjtën gjë duke pot në thonë mendje për shpërblimin tek Allah azza wa jall, kër vetëm se ka arritë më thonë faljen prej Allahut azza wa jall për mëkatet e kaluara. O i vëllezër, muslimani do të bëhet një sen të rëndësishëm. Gjitha këta hadithe që i cekum, padyshim që janë të mira nevojshme, gjitha që përfshin në Ramazan, qoftë agjerimi, apo qoftë namazi taravive, apo qoftë nata e kadrit, e gjitha na çon tek një rrugë, ajo është el-udku min an-nar. Më largu për zjarë gjenabit. Subhanallah. Që sendi ma kryesor që muslimanët do të me kërku, ajo është domethënë në Ramazan, me lutë Zotin
që mos me qenë prej banorë zjarë xhenamit. Më largu një herë e për gjithmonë domethënë prej zjarrit të xhenamit, Allah na largohet ja Rabbil Alamin. Gjë më e mirë që njeriu përgatitet që më largu prej zjarrit të xhenamit në këtë Ramazan është ai të jep zemrës ti, të i fol zemrës ti që të largohet domethënë prej zjarrit të xhenamit. Ashtu qysh Allah Azza wa Jall ka tregu, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu shumë mirë që më vërtet Allah Azza wa Jall nuk i shikon fizionitë e juve, bukuritë e juve, e as pasuritë e juve, mirë po Allah Azza wa Jall shikon kon veprën edhe zemrën. Andaj ki kujdes, Allahu yanzuruke ila qalbik. Allahu shikon në zemrën tone. Përgatite zemrën tone, thuj fali zemrës tone që më largu domethënë prej zjarrit të xhenamit. Allah Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim." Allah Azza wa Jalla shikoi në zemrat e tyre dhe pas së shikoi në zemrat e tyre dhe për ta zbriti qetësi. Subhanallah. Pra Allah shikon në zemra. Kujdesu për zemrën, përgatitë zemrën që mi thonë zemrës mu largu për zjarë xhenamit. Përgatitë pritashë duke e mësu zemrën që mu largu për zjarë xhenamit, pasaj qyshet e cekën dhe ajeti për anor që Allah Azza wa Jall është ai i cili shikon në zemra dhe qysh e ki zemrën ta jep Allah Azza wa Jall edhe atë qetësinë apo ato që e ki në zemrën. O i vëllezër, në hadith kutsi ka që thëtë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thëtë Allah Azza wa Jall: "Wa man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu minhu dhira'an." Ai i cili është afru, Allah më thëtë, ai i cili është afru tek unë shibra, apo së një plan, Allah më thëtë unë ty kam të afru sa një krah. Prandaj ti shumë i vogël, ti ish me plama, Allah për dashuri që ka ndaj teje një krah të afru, edhe ma shumë se sa një plan. Subhanallah. E kja që ta më thënë jo vëllezër, mos mendo që Allah Azza wa Jall ato që ki në zemër nuk ta jep. Jo, asnjëherë. Fa inna Allaha tumakkinuhu. Allah Azza wa Jall e plotson ato që ki në zemër. A është ajeti kuranor që Allah Azza wa Jall thotë: "Wallahu yuridu an yatuba alaykum." Allah beton vetën e vet. Do të thonë pasha Allah dëshiron për juve pendim. Ama kur e shen zemrën tonë që ti do më pendu, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Zoti dëshiron për juve na do më pendu jo tek Allah Azza wa Jall. Po çysh je ti me zemër e nejtë gjallë më thonë Allah Azza wa Jall sillet me ty. Asnjëherë mos mendon që kjo çështje është çështje shumë e largë. Nuk ka mundësi na me arrito. Jo, subhanallah. Kjo çështje shumë më e lehtë njeriu që mendon. Mirë po, që thot Allah Azza wa Jall: "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum." Mirë po Allah Azza wa Jall është që tregon në Kur'an, që thot Allah Azza wa Jall: "Dhe na nuk i bënëm atyve padrejtësi, ata vetit i bënëm padrejtësi." Mos i bën vetit padrejtësi, më thonë, s'ka mundësi na më largu për zjarrit xhenamit. Jo, thuj zemrës, po, do të më largu për zjarrit xhenamit. Nëse Allah më thotë, ju vetë keni bërë vetit padrejtësi, as ju kemi bërë, që ta më thonë, ju vetë keni mësu zemrën, s'keni as, është e mundë më largu për zjarrit. Jo, është e mundë më largu për zjarrit xhenamit. Vetëm saj e zemrën me një gjë tillë. Thot Allah Azza wa Jall: "In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra." Allah Azza wa Jall është ai i cili e din në zemrat e juve se çka është e hajri. Qysh mendon hajrin, yu'tikum khayra. Kam ia dhënë edhe hajrin. Qysh mendon ti me zemër për hajr, për të mirë, Allah ka më të dhënë ashtu. Vetëm qysh e ki ti zemër. Andaj përgatitë zemrën që mi thonë më largu prej zjarrit xhenamit. Gjëja e dytë o vëllezër, që njeriu të patjetër me mësu vetën e vet është gjua. Sa herë ki lutë Allah Azza wa Jall më largu prej zjarrit xhenamit. A din që Allah Azza wa Jall na ka tregu, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që Allah Azza wa Jall i dhurohet kur na nuk e lutemi Zotin. Subhanallah. Allah i dhurohet në Ramazan, i dhurohet pse se lut Zotin më largu një herë për gjithmonë prej zjarrit xhenamit. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yas'alillaha yaghdab alayhi." Ai cili nuk e lutë Allah, Allah i dhurohet me ta. Subhanallah. Po bujar. Po i bukt Allah Azza wa Jall me neve. Allah i dhurohet në Ramazan,
pse mos me lut Zotin, më thonë Zot më largo për zjarrit e xhenamit. A nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthir ad-du'a. Ma afër njeriu, ma afër Allahut azza wa jalla është në atë moment kur është në sejdë, fa akthir ad-du'a. Shtoni lutje. Afrohet tek Allah. Mësoje pejgamberi kur na jep në këtë shalem, në këtë aspekt, mësoje gjuhën tonë në sejdë me e lut Allahun azza wa jalla që më largu për zjarrit të xhenamit. Pastaj ka një hadithi tjetër që Allah azza wa jall zbret në qiellin e kësaj dynjaje në çdo natë, pjesën e tretë të natës, dhe thotë hal min sa'ilin fa'utiyahu. Subhanallah. A ka lutë që kërkan diçka dhe natë ja jap me ati, a e ke kërku në Ramazan, Allah çdo natë zbret dhe në thotë a dëmë në të largu për zjarrit të xhenamit. Kërka lutë Allah azza wa jall që më largu dhe më thonë për zjarrit e xhenamit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Lutni Allahun dhe ju duke qenë bindur në përgjigje ndaj lutjes. Mos e lut Allah azza wa jalla thonë se di kjo është shumë e pabesueshme është me arrit një gjë të tillë. Jo, subhanallah. Pejgamberi shkon amsan lut në Zotin duke qenë bindur që kja ka më përgjigj. Lutë Allah azza wa jalla që më kom, Allah më largu fakt për zjarrit të xhenamit. Gjëja e tretë që muslimanit i duhet patjetër është me mësu trupin tonë sipas veprës që më largu për zjarrit të xhenamit. Sa vepra ka në Islam ibadete që njeriu e largon për zjarrit të xhenamit. Njëra prej tyre është si vepër namazi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men salla 4 rak'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Kush i fal 4 recate para namazit drekës dhe pas namazit drekës, Allah ja ka bo haram zjarrit e xhenamit. Nuk dik zjarrit e xhenamit. Subhanallah. I cakum gjitha nyrat në zemër, me gjuhë dhe me trup. Gjitha kërkaj prej Allahut azza wa jalla që është e mundur, nuk po folmi për sendet e mëdha në Islam, sendet vogla, lutje, zemër me mësu, vepër, adhurimi, salat, namazi, është që të largon domethënë prej zjarrit të xhenamit. Kjo është ajo vëllezër, e lutemi Allahun azza wa jalla që këtë Ramazan të përfshin tek na gjitha këto metoda, qoftë asaj që është prej gjuhës, qoftë prej lutjes, qoftë për zemrës, qoftë edhe janë vepër që na më largu një javë për gjithmonë, i zjarrit të xhenamit, ja Rabbil alamin.